që kemi arrit në një rezultat ku edhe nëse do të kishte presionet të çfarëdolëshme mbi trupin gjykues apo mbi organet e hetuesisë, transparenca, publiciteti i seancave gjyqësore mundson të arrihet një vendim i drejtë edhe i plot sipas meje, i cili nëse mund të themi u aflladit shpirtin familjes, shpirti i Liridonës shpresojmë që prehet në paqe më lehtë tani për tani. Fëmijët e Liridonës do të kenë para vetës një akt gjykim me burgim të përjetshëm ku kur të rriten dhe të kuptojnë, mund ta lexojnë atë akt gjykim, mund të shohin të vërtetat në atë akt gjykim se çfarë më të vërtet ka ndodhur dhe nuk do të kenë pse të brëngosen për shkak se dikush më herët e ka kryer këtë punë për ta, kurse për gjithë shqipëfalesit, madje për te shqipëfalesve, pasi që ky rast ka prek, madje në shtetin suedez vazhdon të përcillet ky rast dhe në shtete tjera, konsideroj që është mesazh që në këtë mënyrë shteti ligjor funksionon. Me dënimet adekuate, konsideroj që arrihet edhe preventiva sociale, pastaj ku çdo kryes e din se çfarë e pret në rastet e tilla. Pra i bie që nevojitet një zinxhir i tërë